CNA denoncoi pak javë më parë një marrëveshje të nënshkruar mes Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Institutit të Ekspertëve Fiskal, duke ngritur shqetësimin për shpërndarjen e një platforme falas për përdorimin nga bizneset në fushën e fiskalizimit dhe kontabilitetit. Marrëveshja parashikonte shpërndarjen e platformës SmartFin, falas për bizneset, një iniciativë që në dukej si ndihmë, por ka ngritur dyshime për favorizim të një kompanie private me mbështetje institucionale. CNA raportoi se ofrimi falas i platformës mund të krijonte një avantazh të padrejtë për SmartFin, duke cënuar operatorët privat të licencuar që ofronin shërbime të ngjashme me pagesë. Memorandumi mes QKB-s dhe IEF, edhe pse synonte të ndihmonte bizneset, ngrinte dyshime për prishjen e konkurrencës së lirë në tregun e fiskalizimit, pa transparencë, pa kritere të barabarta dhe pa konsultim me operatorët e tregut, ekzistonte rreziku që një platformë e mbështetur nga QKB të favorizohej në mënyrë të padrejtë përkundrejt operatorëve privat të licencuar që ofronin të njëjtat shërbime. Pas denoncimit të CNA-s, mësohet se QKB ka ndërprer marrëveshjen e bashkëpunimit me subjektet në fjalë. Marrëveshja e bashkëpunimit të QKB me subjektin është ndërprer në datën 27 nëntor 2025. E gjithë kjo rikthen formalitetin në treg dhe konkurrencën e lirë.